Me më shkut inshallah vjen a pickot sepse miskojt janë hilaç, on gjilpon desinfektuese. Po ti na e ditë onrëm gjum pleshti mësum, se pas nuk pickoj pleshti kisuma, edhe ti nuk e merr kurimin e duhur. Nuk e bën gjumi rahat. Po do të pickoj pleshti sumën të më hilaç. Se edhe doktori are që është të jem spital, në rast se nuk shkotej, nuk e merr rrogën. Pranoj ti doktor, pranoj apo s'ishe? Ore, una nuk kam nevojë për doktor, se jam doktor vet, jam hoxh, jam prift, jam gjithçka jam vet. Ke pas një çik punë me këto? Punë? Ke klientel? I kam klientelat, po i kam me vanes, i kam me shkëputjet. Si ta bëjmë me mushkonja se tani na çyn, na mytën, na bot. Po do të më thonë në rjer velisit boj desinfektimin. Po. Vetëm me mizat. Me mizat. Me ato. Domethënë të krijohet një lloj lufte, përplasje midis mushkonjave dhe mizave, të kapen me njëra tjetrën që mos merren me ne. Mickoja ka një mësim që vinë ato, se vinë edhe shohin njeriu ç'a njeriu je. A je negativ, a je pozitiv. Se po çeve ku shkojnë përgjithësisht? këtë këqit ku bëjnë keq i çon Zoti, nuk i çon këtë mirë. Edhe unë atje themi që shkoj ke robi ke se robën e mirë, nuk e ha Mickonja, se thot ky s'ka gjak. Unë do të shkoj ke që ka gjak, ja ke që s'ka gjak. Se edhe armiku ku të vret ara. Ngacmojnë mushkonjat ju? Jo, unë kur kam bë mirë nuk më as gjarë pri as Sipas studimit fundit, mushkonjat ngacmojnë ato që janë njerëz inteligjent. Ja, në rast se Mickoj moshkull, ai do vetë gjej njeriu e duhur të jetës. A kupton se edhe anja Mickonja vjen gjen fatin e jetës të dashuruarave.